ideja e pavarësisë së Kosovës është luftuar brutalisht, duke e prezantuar Kosovën si një qendër të islamit politik. Kem pas një ballafaqim shumë brutal në takim. Raporti Dick Martit prej fillimit ka qenë asgjë tjetër veçse produkt i luftës hibride. Rusia ka përdorur Këshillin e Evropës për ta goditur Kosovën. Dezinformata ruse e prek çdo kë dhe Serbia është një lloj Rusie e vogël në Ballkan. E kemi dëgjuar në media lajmin në thelb ja bën një shërbim Rusisë. Do të flasim kryesisht për dezinformatat që vijnë nga Rusia dhe Serbia në Kosovë, për ndikimin e tyre në procese e sidomos edhe në procesin e zgjedhjeve. Po fillimisht po fillojmë me vitet e 90-ta. E dim që ajo periudhë është shoqëruar me pasaktësi edhe me dezinformata, po du me ditë për juve, a konsideroni që audienca ndërkombëtare, e cila ka qenë shumë e rëndësishme për atë periudhë kohore, ka arrit me u pastru prej dezinformatave që burimin e kanë pas nga Rusia dhe Serbia për çështjen e Kosovës? Unë nuk mund të them asgjë se çfarë dhe si është duk propaganda ruse dhe serbe në vitet 90-ta në Kosovë, se kam qenë i ri dhe nuk kam pas ndonjë pozitë politike. Por si dikush i cili ka qenë student aktivist dhe kam shtet Kosovën si çështje kudo në Evropë, jo vetëm në Austri, po në vende të ndryshme perëndimore, që ka marrë pjesë në debate të ndryshme publike, që ka bërë përpjekje që në mediat austriake, gjermanofolse, po dhe britanike dhe italiane dhe franceze të jetë aktiv, e kam pa që në vitet 90-ta ideja e pavarësisë së Kosovës është luftuar brutalisht nga propaganda serbe dhe ruse, duke e prezantuar Kosovën si një qendër të islamit politik, si një qendër të terrorizmit të mundshëm islamik, si krijimin e një shteti të dytë islam në Ballkan pas Bosnjës, dhe si një kërcënim për Evropën. Dhe gjatë asaj kohe, unë jam shumë krenar që kam bërë betejë të mëdha rreth asaj se çfarë karakteri perëndimor ka shoqëria në Kosovë, cili është identiteti jonë, cila është gjuha jonë, tradita jonë, çfarë karakteri të islamit, dhe ne kemi një islam i cili është islam popullor. Dhe se si për ne si shqiptar, më me rëndësi është kultura, identiteti, dhe mandej vjen përkatësia jonë fetare, por atë kohë rusët dhe serbët kështu e kanë paraqit Kosovën në çarqe politike, në çarqe diplomatike të cilat i kam taku unë, dhe në mediat ndërkombëtare, deri në çlirimin e Kosovës, po deri në ditët e sotshme. Kur jemi pikërisht te çlirimi i Kosovës, e dim që me njerë pas çlirimit, po është një narrative e cila vazhdon edhe sot, që me tentu me i mohu krimet të cilat janë kryer në Kosovë, sheshen jo, a kam rri kjo narrativ dezinformuese me pos efekte? Nuk mendoj që në vitet 90-ta, po as në 88-ën, 89-ën, gjatë luftës sonë të shenjtë të ushtrisë qërimtare të Kosovës, por as në vitet 2000, ku ne kem marrë vendimet më të mëdha për pavarësinë e vendit, që çarqet e mirëfillta diplomatike perëndimore dhe opinioni publik perëndimor ka mund vërtet të influencohet nga propaganda ruse dhe serbe. Mirë po ka pas, edhe në vitet 90-ta, edhe në vitet 2000-ta, edhe sot, media perëndimore me ndikim, politikan perëndimor dhe diplomat perëndimor me ndikim, të cilët ose kanë ra prej e propagandës ruse, të cilët ose qëllimisht duke qenë kundërshtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke qenë kundërshtar të Evropës dhe duke qenë kundërshtar të perëndimit dhe të politikës së tij në raport me Ballkanin dhe në raport me Kosovën, e kanë përvetësuar një rrëfim, një tregim, i cili në thelb ka qenë antiperëndimor, i cili ka qenë anti-Kosovë në raport me Kosovën. Mi paraprit një pyetje që deshta me u parashtru se
janë ndiku edhe diplomatët nga dezinformata ruse e serbe, po du me ditë në përvojën e juaj, sidomos në politikën e jashtme, kur e keni vrejt që ka diplomatë cilët janë ndiku edhe kanë rap pare e kësaj dezinformate, si është desht me i trajtu, që është desht me ju tregu që ajo çka në bazë të cilat ata po flasin është në fakt dezinformatë ruse dhe serbe. Së pari është dasht të kuptohet në thelb se si është sheh Rusia Ballkanin dhe se si është sheh Rusia Kosovën dhe faktorin shqiptar në Ballkan. Përkundër asaj që në vitet 90 ka ndodhur shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, Rusia e ka pa Ballkanin nga një politik tipike cariste e shekullit 19. Për te asaj që perëndimorët kanë pas pritje që në Evropë të ketë bashkëpunim mes Evropës dhe Rusisë, që të ketë mirëkuptim për institucionet dhe vlerat perëndimore, rusët kanë ndjek një politikë tipike cariste në raport me Ballkanin, duke bë përpjekjet që ta ndajnë Ballkanin në zonat e influencës, në sferat e influencës, që popujt slav dhe ortodoks tjenë një zgjatje e politikës slavofile dhe politikës imperialiste cariste në raport me Ballkanin, dhe pjesa tjetër e popujve në Ballkan, shqiptarët, bosnjakët, kroatët, slovenët, tjenë se më tha zgjatje e perëndimit. Prandaj çarqeve perëndimore është dashur në thelb t'ju shpjegohet se si Rusia ndjek një koncept geopolitik për dominim, për hegemoni, për ndarje të Ballkanit, duke pengu procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian apo procesin e zgjerimit dhe të antarësimit të shteteve në NATO, dhe duke i minu të gjitha vlerat e mundshme perëndimore në Ballkan. Dhe për te asaj që kanë bërë propagandë në kuptimin që shtetet e rajonit asnjëherë nuk mund të antarësohen në Bashkimin Evropian, nuk ndodh antarësimi në NATO, nuk ndodh pavarësia Kosovës. Pavarësia Kosovës mund të jetë kërcënim për sigurinë, për paqen, për stabilitetin në Evropë. Propaganda ruse dhe serbe ka bërë përpjekje që të rënon edhe institucione tjera, qoftë demokracinë, qoftë mediat e lira, qoftë transparencën, qoftë llogaridhënien. Prandaj edhe për mua nuk ka qenë ndonjë befasi që të jem i qartë gjatë kohës sa kam qenë ministër i jashtëm për pothuajse 7 vite, gjysmë 8 vite, me që si dikush i cili e ka pa këtë propagandë ruse në Evropë si student dhe si aktivist, e ka pa këtë propagandë ruse dhe serbe si dikush që ka negociu në vitet 2006-2007 në procesin e Ahtisarit, se në atë kohë kam pa që se si shohin rusët edhe më mirë Kosovën, dhe kur në vitin 2013 është faq ideja e luftës hibride si koncept me emër, e njoftë përmes doktrinës së Gerasimov, të një generalit rus. Për mua nuk ka qenë fare habi se si të Kosova të ndjek një politikë të koordinuar edhe me institucione tjera të inteligjencës, të policisë, që të ballafaqohet me këtë temë. Ma vonë po du me fol pak ma gjerësisht edhe për besimin në institucione edhe për procesin e shpalljes së pavarësisë edhe ndikimit të dezinformatave në to, po fillimisht deshta edhe më pyet, a mundi me ndonjë situatë ose ngjarje të veçantë kur e keni pas vështirë me ja dokumentu një diplomati që ai është prej dezinformatës ruse, ose ndoshta që ndonjë ngjarje nuk ka ndodhur me të vërtetë në Kosovë? Një dialog që e kam pas dhe që ka qenë një prej dialogjeve më interesante të mia si ministër i punëve të jashtme, dhe nuk më kujtohet se cili ka qenë viti, ka qenë kur ka vizitu NATO-n si ministër i jashtëm, nëse zgaboj së bashku me Agim Qekun, që ka qenë ministër i mbrojtjes, ka qenë viti 2011 apo 2012. Dhe në atë kohë në Nish u pat themelu
një bazë dhe qendër emergjente ruse. Dhe unë kam qenë prej të parëve i cili ka bërë përpjekje që ta tematizon ndërkombëtarisht themelimin e kësaj baze, se e kam kuptuar si pjesë të luftës hibride, si një mekanizëm, një platformë për të bërë luftë hibride kundër Kosovës, për shkak të afërsisë, kundër Bullgarisë, kundër Malit të Zi, dhe e di që me zavendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, me një ambasador shumë të respektuar, ambasadorin Verzhbau, i cili me sa duket ka një prejardhje kështu polake, kem pas një ballafaqim shumë brutal në takim. Sa i mendonte që unë si ministër i jashtëm i Kosovës kam një pikpamje nacionaliste ngushtë për Ballkanin dhe ajo se çfarë po synoj që ta bindi që po ndodh në Nish dhe se si rusët po operojnë në Ballkan është vetëm një tregim i joni për ta goditur Rusinë dhe për ta goditur Serbinë para se të ndodh aneksimi i Krimes dhe para se të fillon faza e parë e luftës për Ukrainë. Dhe e di që me një moment caktuar kam kërku prej ti që vetëm të hynë në Google dhe të sheh pak vetëm mediat perëndimore se çka kanë shkruar për diçka të tillë. Dhe kur e kam taku pas 5-6 muaj në konferencën e sigurisë në München, ka marrë ngryk, si më tha, ma ka dhënë një hak, më ka përçaf, se tha që në fakt ka mendu që tregimi jot është tregim anti-serb dhe anti-rus, që është ndëgjë shpesh prej politikanëve të Ballkanit. Por rastet kanë qenë të shumta. Por unë mendoj që dështimi më interesant i politikës perëndimore, i politikës të Kosovës, i politikës të Shqipërisë, ka qenë se si e kem trajtu raportin e Dick Martit. Unë kam qenë i bindur që raporti Dick Martit prej fillimit ka qenë asgjë tjetër veçse produkt i luftës hibride kundër Kosovës. Jam shumë krenar që në çdo takim diplomatik në Washington, në Bruxelles, në Londër, në Berlin, në Paris dhe në Rom, po dhe në qendra tjera e kam ngritë si të tillë, edhe mbrana për mbrana të qeverisë së Kosovës, dhe inicimi i tij është bën nga një njeri i cili ka qenë deputet i Dumës ruse dhe është inicuar në Strasbourg në Këshill të Evropës, dhe ne kemi bërë përpjekje marramendse që ta bindim perëndimin që ajo se çfarë thuhet në raport të Dick Martit është propagandë tipike ruse serbe në raport me Kosovën, që konstrukti i saj sociologjik se si i sheh shqiptarët është një konstrukt i cili për 200 vite ka qenë i dëshmuar në politikën antishqiptare serbe dhe slavofile në Ballkan, por mjerisht ka prodhu ato çka është sot si gjykatë speciale në Hag, dhe këto qëndrime çfarë unë i tham sot mund të gjeni dhe si qëndrime të vitit 2011, me që në 10 orë të 2010-ës është publikuar raporti i Dick Martit si i tillë. Dhe Rusia ka përdorur Këshillin e Evropës për ta goditur Kosovën, Rusia ka përdorur OSB-n për ta goditur Kosovën, dhe Rusia e ka përdorur UNMIK-un për ta goditur Kosovën, dhe gjatë kohës sa kam qenë ministër i jashtëm, me ashpërsinë e njëjtë, qoftë në Kuvend të Kosovës, qoftë në Komision për Punë të Jashtme, qoftë në mediat perëndimore, unë kam pa këto 3 organizata tjera si platforma të luftës hibride në raport me Kosovën. Prandaj rastet janë të shumta. Mund të bëjmë ndoshta një dokumentar të plot se si ne nuk kemë mërrit që ta bindim perëndimin që jemi viktimat të luftës hibride, dhe perëndimi nuk e ka kuptuar drejt Kosovën dhe Ballkanin që jemi viktimat të luftës hibride, se në mënyrë naive i ka besu bashkëpunimit me Rusinë, në mënyrë naive ka prit që Rusia ka hequr dorë prej ambicjeve të saj imperialiste, dhe në mënyrë naive ka menduar që sikurse Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania mas luftës së dytë botërore
kanë hek dorë prej ambicjeve imperialiste në botë, edhe Rusia do të hek dorë në vitet 90 prej pritive të saj imperialiste. Prandaj edhe nuk ka pas vullnet që të ndëgjohet zëri i jonë. Këto që po e thëmë tash, po du me thonë qëllimisht, sepse është një perceptim i përgjithshëm në popullin kosovor që dezinformata ruse nuk na prek neve, po ju po thoni pikërisht të kundërtën. Dezinformata ruse e prek çdo kë dhe Rusia ka qenë historikisht kundër faktorit shqiptar në Ballkan. Ka bërë çdo gjë që ta pengon lindjen e një Shqipërie të pavarur në vitin 1912 dhe ka bërë çdo gjë që ta pengon lindjen e Kosovës të pavarur në vitin 2008 dhe vetëm një rreshtim i jonit pro-perëndimor, vetëm një antarësim i joni në NATO, në Bashkim Evropian, e mbyll një pjesë të betejës të cilën ne e kemi me Rusinë. Do të ishte naivitet ne të mendojmë që rusët dhe serbët do të hekin dorë ndonjëherë prej pretendimeve të tyre që kanë raport me Shqipërinë, në raport me Kosovën, por me faktorin shqiptar në Ballkan. Përmendet më herët që burimet e dezinformatës për mosbesim në institucione kanë ardhur nga Rusia edhe nga Serbia, po do më pyet edhe në këtë rrafsh. A kanë ngre këtu dezinformata edhe alarme të sigurisë në Kosovë? Për shembull, ka rrezik me nisë një luftë e re, ka rrezik me pas një konflikt. Mendoj që ne kemi pas kapacitet mjaftueshëm që në fakt që herët ta kuptojmë çësjen ruse në raport me Ballkanin. Dhe një përparësi që e ka politika në Kosovë është që nëse ne njohemi në thelb politikën serbe dhe Serbia është një lloj Rusie e vogël në Ballkan dhe gjitha frymëzimet, metodat, shkollat e reja të mendurit, taktikat, strategjitë që i përdor Serbia në raport me Kosovën në thelb janë një zgjatje asaj se si e sheh Rusia vendin e saj në Evropë dhe në botë dhe ne duke e njoftë mirë politikën serbe, kem pas edhe një vëmendje fokus të veçantë për politikën ruse. Mandej mund të them që bashkëpunimin që kem pas me AKI-n ka qenë i shkëlqyshëm në kohën se unë kam qenë ministër i punëve të jashtme për pothuajse 8 vite me policinë e Kosovës dhe me departamentet të ndryshme ka qenë i shkëlqyshëm, po me media. Për shembull, kur Serbia në vitin 2016 apo 17 pa të bërë përpjekjet që përmes një treni me ikonografi ortodokse, provokuese, Vučići ta bën fushatën nëpër Serbi dhe si cakt të fundit mund ta kishte Kosovën, unë si ministër i punëve të jashtëm e kam ditë prej fillimit që nëse ky do të bën fushat me këtë tren për Serbi, cakun përfundimtar do ta ketë që ta vizitojnë edhe verën e Kosovës. Prandaj edhe ne kemi qenë partë që e kemi dhënë informatën me institucionet të inteligjencës, kemi kërkuar për institucionet të inteligjencës që të monitorojnë këtë proces, po ne kemi qenë prej të parëve që e kemi dëgjuar në media lajmin që media ta tematizojnë një temë të tillë, me qëllim që duke e shndruar një temë mediale, ta bëjmë sa më të përqendruar edhe KFOR-in, edhe institucionet tjera partnerët të inteligjencës në Kosovë, që ky tren në fund mund të vjenë në Kosovë, dhe di që në atë kohë unë kam qenë ministri i punëve të jashtme kur kem marrë vendimin me presidentin Thaçi dhe me kryeministrin Mustafa dhe me kryetarin e kuvendit që zotin Veseli që të stopohet vizita e këtij trenit në veri të vendit. Ka raste të shumta se si ne kemi bashkëpunuar me institucionet të inteligjencës. Në vazhdimsi, në popullin tonë dëgjojmë një narrativ e cila është pak a shumë kështu, ndërkombëtarët janë në Kosovë për interesa të veta. A konsideroni ju që kjo është pjesa asaj narrativës dezinformuese e cila e kundërshton edhe vetë pavarësinë e Kosovës?
Ata të cilët e shohin mbështetjen perëndimore për pavarësinë e Kosovës, lirinë e Kosovës, praninë ndërkombëtare në Kosovë, antarësimin tonë në NATO-n, Bashkimin Evropian, si një politikë imperialiste perëndimore, si një politikë kolonialiste në raport me Kosovën, në thelb ja bën një shërbim Rusisë. Dhe ndërkombëtarisht, ky rrëfim, gjoja kolonialist, gjoja imperialist, gjoja për influencë të perëndimit në raport me Ballkanin, është thelbi i propagandës cariste ruse, i propagandës sovjetike dhe i propagandës kohëve të fundit të putinizmit si ideologji. Kjo vrehet në Afrikë, si dikush i cili ka qenë mbi 150 herë në Afrikë. Kjo vrehet në Azi, në Amerikë Latine, me çkudo në botë, Rusia bën përpjekje që të plason ide të tilla dhe në emër të koncepteve anti-imperialiste, antikolonialiste, në fakt ta lufton Shtetet Bashkuara të Amerikës, Evropën për perëndimin si tillë. Çu kujtoni ju në kohën e shpalljes së pavarësisë, çu kundërshtohej pavarësia e Kosovës në mediat ndërkombëtare? Rusia ka kriju fillimisht një tregim i cili në thelb e ka dëmtuar Kosovën para shpalljes së pavarësisë, gjatë shpalljes së pavarësisë dhe pas shpalljes së pavarësisë, që rasti i Kosovës mund të jenë presedant për lëvizje secesioniste, për shpërbërje të shteteve, për pavarësi të grupeve etnike kudo në botë. Duke e shit një tregim të tillë fillimisht mbrana për mbrana Bashkimit Evropian, dhe unë e di që njëri prej qëndrimeve që është formësu para se ne ta shpallmi pavarësinë e Kosovës, ka qenë qëndrimi slovak i kryeministit aktual Robert Fico dhe i këshilltarit të tij të jashtëm Miro Lajçak, ku gjatë kohës ku ne kemi qenë në negociatat e procesit të Ahtisarit, ku nuk është di se cili do të jetë rezultati i Ahtisarit, se ne kemi qenë në proces, Parlamenti Slovak një vit më herët ka marrë qëndrim që nuk do duhet ta njohin pavarësinë e Kosovës, se pavarësia e Kosovës mund të jetë presedant për 1 milion hungarez që jetojnë në Slovaki. Në vitet 2006-2007, kjo temë ka qenë temë edhe në Greqi, ka qenë edhe në Çipro, në Rumani, në Moldavi, në Spanjë dhe në vendet e ndryshme të Evropës. Gjithashtu kontinenti afrikan ku kufit territorët, sovraniteti, përbërja komplekse e brendshme etnike është njëra prej gjërave më të komplikuar në funksionimin e Afrikës, është përhap rrëfimi që pavarësia e Kosovës mund të shërben si presedant për diçka të tillë. I njëjti parim vlen në Amerikë Latine, në Azi, në vende të lindjes së mesme, në pjesë të ndryshme të botës, ky ka qenë rrëfimi i propagandës ruse dhe serbe. Së dyti, kanë qenë të aftë për hapin idenë që nuk ofron siguri, nuk ofron stabilitet. Përkundrazi do të jetë fundi i sigurisë dhe arkitekturës së stabilitetit në Ballkan. Që Kosova nuk mund të jetë e qëndrueshme ekonomikisht në raport me vendet të tjera. Kanë bë përpjekje që të bindin shtetet të caktuara evropiane që kur ne e mbyllëm procesin 2006 dhe 2007 që të shtyhet shpallja e pavarësisë së Kosovës, që mos ndodhë në shkurt, por që të shtyhet pas marsit të 2008-s, kur të kryen zgjedhjet në Spanjë dhe në politikë çdo ditë është e re, mund të ketë ngjarje të reja, dhe ne është dashur që me partnerët tanë perëndimor të insistojmë vazhdimisht që proceset të mbyllet dhe të marrëmi vendimin që ta shpallmi pavarësinë e Kosovës. Unë kur po i them këto gjëra, nuk janë kështu vetëm tregim i brendshëm.
Po nëse ke parasysh takimin në Heiligendamm të G8-shit në atë kohë, ku rusët i kanë kërku presidentit Frances Sarkozy që të ketë negociata shtesë, masi është mbyll procesi atisarit, me trojken e famshme Wisner, Ischinger dhe Hrachenko. Hrachenko është ambasadori i Rusisë në Beograd. Ka qenë përpjekje për shtyrje. Do të thotë lufta atyre hibride në raport me Kosovën është rrinë në nivelet të ndryshme dhe ne falë mbështetjes amerikane dhe evropiane kemi rritë që ta luftojmë. Sa ka qenë vështirë me u luftu sepse shumë mire përmendet që është ri në krejt botën. Është desht si një shtet i vogël i ri, institucionet të reja me bo një luftë kolosale, por me mujt me i bin diplomatët e huaj që nuk është ashtu. Sa ka qenë vështirë me u luftu. Ne për pjesë të ndryshme të botës kem pas gjithashtu një diskurs të ndryshme se si prezentojmë Kosovën. Kem pas një tregim tjetër në Evropë, kem pas një tregim tjetër në Amerikë, një tregim komplet tjetër në Afrikë, në Azi, në Amerikë Latine. Për shembull, nuk ka pas asgjë më apeluese për shtetet e Afrikës, se sa atyre t'ju thuhet që nëse ju e keni njoftë apartheidin përmes asaj se çfarë ka ndodhur në Afrikën e Jugut dhe në Botswana me Mandelën dhe lëvizjen e tij, ne kemi qenë viktimë e një apartheidit të tillë në vitet 90-ta, se si janë mbyll shkollat, spitalet, se si janë larguar njerëz prej punës, dhe ky tregim ka qenë një diskurs që dikush ka mund ta pranoj si bazë për të qenë solidar me Kosovën. Në Azi kemë dhënë një pamje të plotë se si jo vetëm Azia ka problem me hegemoninë kineze dhe përpjekjet për hegemoni të shteteve të mëdha, po dhe ne në Ballkan kemi Serbinë, e cila synon që të jetë hegemone në Ballkan, dhe ne kuptojmë këtë idenë e hegemonisë dhe të ndërhyrjes në punë të tjetrit në Ballkan. Në Evropë e kem prezentu shpallën e pavarësisë Kosovës si një zgjerim të demokracisë, si një zgjerim të paqes liberale, të institucioneve liberale, të mediave të lira dhe të pavarura, të ekonomisë së lirë të tregut, të shoqënive multietnike, të një Kosove multietnike, të një Kosove sekulare. Dhe ky tregim është pranuar në Evropë. Në Amerikë Latine kem pas një rrëfim tjetër, me që në politikë të jashtme, në komunikim diplomatik, është shumë e rëndësishme që ta shtyjnë agjendën tonë, duke e pa përmbushjen e kësaj agjende tonë nga perspektiva tjetrit. Do të thotë unë do të shtyj kërkesat, pritjet e mia, po do ta shoh veten saktësisht se si po mshet ti mua. Do të thotë ne kemi bërë përpjekje që të kemi një diskurs të strukturuar dhe të mirë menduar se si e kem prezentu Kosovën në gjeografi të ndryshme globale, dhe unë sot dhe kësaj dite e bëj kudo. Po du me dalë të procesi i zgjedhjeve, edhe si një njeri që keni marrë pjesë në disa procese zgjedhore, që keni pa ju sa herë ka pas zgjedhje në Kosovë, në çfarë forme është rrit dezinformata për jashtë? Nuk mund të them që jam prej atyre i cili në detaje i përcjell rrjetet sociale, por e kam pa që në shumë vendet të Ballkanit, dhe sidomos rastet e fundit që ishën në Romani, ku atje u detyruan që të anulojnë procesin zgjedhor, kam pritë që edhe këtu tek ne mund të ketë dhe do të ketë ndërhyrje në opinionet e njerëzve në bazë të plasimit të lajmeve në rrjetet sociale, pa përmend ndërhyrjen ruse në zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, përtej asaj se si mund të mendojnë kolegat në SBA aktualisht. Por nuk mund të them që unë si politikan i cili
gjatë fushatave zgjedhore, e ka një agent 15 orë në ditë, ka mund që vërtet të shoh situata ndërhyrje konkrete, po e di që në zgjedhjet e tilla vazhdimisht ka media të huaja, të cilët mund të kenë gazetar, të cilët mund të raportojnë nga Kosova dhe krijojnë një bindje të tillë. Mund të kenë gazetarë të vendeve mike, të shteteve mike, mund të ketë shërbime të ndryshme, të jashtme, të cilët dërgojnë njerëz dhe mund të ndërhyjnë në proceset zgjedhore. Mund të ketë, si më thonë, raste të ndryshme. Njëra prej tentativa për me ndërhyrje në zgjedhje është edhe një thirrje që zakonisht e ka bërë Serbia për serbët në Kosovë që mos me parë pjesë në zgjedhje. A konsideroni që kjo është më shumë për mos me lënë integrimin e serbëve në Kosovë? Po, dhe unë mendoj që pyetjen se si ngritet jo është fundamentale. Serbët dhe rusët si pjesë të luftës hibride, sikur se po shihet ajo çfarë po ndodh aktualisht në Ukrainë, e kanë pas që asnjëherë komunitetet serbe në Ballkan mos ta pranojnë autoritetin e institucioneve demokratike që del nga vullneti gjithë qytetarëve që jetojnë atë vend, duke përfshi edhe vullnetin e vetë komunitetit serb. Dhe pjesë e luftës hibride ka qenë që vazhdimisht ta sabotojnë pjesëmarrjen e komunitetit serb në institucionet të Kosovës. Para shpalljes së pavarësisë, gjatë shpalljes së pavarësisë, edhe mas shpalljes së pavarësisë, dhe unë mendoj që kjo mbetet sfida kryesore dhe natyrisht që Vučići me aparatin e tij të propagandës dhe është fushë që e njeh se është prodhim i vetë luftës hibride Vučići si ministër i propagandës dhe përmes medjave të ndryshme në Serbi, jo vetëm që ndërhyn në veri të Kosovës, po dhe mban edhe pushtetin e tij brutal në Serbi nga 2013 e deri më sot. Profesor, po du më kujtu edhe disa momente interesante në Këshill të Sigurimit të OKB-s. Mund të më thonë që na është njëna prej atyne betejave mes dezinformatës edhe të vërtetës. Nëse mund të mendo përvojën e juaj qysh jeni përballë me fjalë qoftë ambasadorit rus ose atij të Serbisë në Këshill të Sigurimit. Ne kemë bë përpjekje që në mbledhjet e Këshillit të Sigurimit në fakt ju flas me audiencave të ndryshme. Se Këshilli i Sigurimit është forumi më i lartë botëror dhe aty ka audiencë edhe perëndimore, po ka dhe audienca tjera. Dhe vazhdimisht kem ofruar një tregim për Kosovën, se si Kosova është një shtet stabil, i sigurt, në paqe me vetën dhe në paqe me të tjerët, se si ka zhvillim ekonomik dhe cila është rritja ekonomike gjatë viteve, cili është progresi i mbrëmshëm i Kosovës në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe cilat janë sukseset tona të jashtme në njohje ndërkombëtare, në antarësimin e Kosovës në organizata të ndërkombëtare dhe në integrimin e saj në botë, por një vëmendje kryesore pyetjes të drejtë që ju e shtuat është i kemi kushtuar edhe temës se si komuniteti serb është i integruar në Kosovë, se si në Kosovë ka 10 komuna serbe dhe në 6 komuna ku jeton komuniteti serb në Gračanic, në Ranilok, në Novobërt, në Klokot, në Shtepc dhe në vende tjera nuk ka asnjë incident të mbrëmshëm që këta janë të sigurt dhe ajo se çfarë po ndodh në veri të vendit nuk ka të bëjë me politikën e Kosovës, po të ka të bëjë me pretendimet territoriale të Serbisë ndaj kësaj pjese të Kosovës dhe konflikti nuk është i mbrëmshëm mes Prishtinës dhe këtyre 4 komunave në veri, por është në thelb një
politik hegemoniste serbe për ta kontrollu një pjesë të Kosovës, nëse ka humbë kontrollin mbi pjesën tjetër të Kosovës, por aty është dash mu ballafaqu edhe me dezinformim dhe propaganda të tjera të Rusisë në raport me Kosovën, me që Rusët në mbledhjet e Këshillit të Sigurimit, jo vetëm në raport me Kosovën, por në raport me vende të tjera e përdoren si platformë për ta godit Kosovën. Për shembull, njëra prej temave globale të këtyre 4-5 viteve të fundit është që ka plot vende në pjesën e ndryshme të botës që janë të bindur që virusi COVID-19 nuk e ka përardhur nga Kina, po ka përardhur nga Perëndimi, se rusët e kanë shitur një tregim të tillë. Dhe shpesh herë diplomacia ruse, po dhe misionet të OKB-s në vende të ndryshme të botës i kanë shërbyer kësaj. A ju kujtohet juve kështu saktësisht çu tentonin Rusia dhe Serbia me paraqitë Kosovën si histori e dështimi në Këshillin e Sigurimit, edhe kur ata kanë tentuar me bëu këto, në çfarë forme ju keni kundërvy krahas tregimit të cilin është treguar nga Kosova në Këshillin e Sigurimit? Koncepti që Kosova është një shtet i dështuar dhe paraprakisht i supozuar që të dështon dhe të mos ekziston, është thelbi narrative serbe, që është e përkohshme, që është për një kohë dhe mas një kohë nuk do të jetë në hartën e Ballkanit, që bota nuk do të jetë kjo më që do të jetë dhe do ndryshon raporti i forcave. Prandaj edhe rrëfimi jonë, diskursi jonë në mbledhjet të Këshillit të Sigurimit ka qenë puro pro-perëndimor, duke ju tregu se cilat kritere, cilat standarde dhe çfarë suksese ne kemi bën gjatë këtyre viteve të fundit. Një pjesë e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë, por pavarësia e Kosovës, e cila qëndron në themelet të rezistencës tonë si popull, të luftës tonë për liri në udhëheqjet e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të sakrificës dhe të vujtjes, e ka dhe një dimension tjetër. Dhe dimensioni tjetër është ne është dashur që të plotësojmë kritere, standarde, benchmarks në ndërtimin e institucioneve. Është një sovranitet i merituar, të cilën e kemi arrit gradualisht derisa e kemi bindur perëndimin që të hyjmë në një proces negociues. Për shembull në vitet 2004, 2005, 2006 kemi pasur politikë të standardeve para statusit. Tani gjatë 2006-2007 është dashur të mbushën kritere të tjera. Tani 2008, 2012 kemi qenë një vend që ka pas pavarësi të mbikëqyrur, se ka pas një mekanizëm ndërkombëtar që ka mbikëqyr. Dhe ky ka qenë edhe diskursi jo në Këshill të Sigurimit, se si përveç luftës tonë për liri dhe vullnetit tonë të pathyeshëm dhe drejtës tonë të madhe politike dhe rreshtimit tonë në anën e drejtë të historisë, ne kemi bërë edhe punë konkrete për krijimin e një Kosove demokratike edhe sekulare, e cila është pjesë natyrshme e peizazhit evropian në këtë kontinent. Faleminderit shumë. Ndërqofshi.